Mirëmëngjesi, pa që një ditë të mbarë të gjithve dhe mirë se erdhët në Villa 24. Mirëmëngjes, Kati. Mirëmëngjes dhe ju të dashura Anvisa, ju uroj si çdo ditë një ditë bukur dhe juftoj këtu te këndi joni gatimit bashkë me Anilën që më shkëlqen sot për treguar recetat që do përcjellim për juve dhe çfarë do të përgatisim sot. Në fillim fare do të bëjmë një, si thuash, si tip sufleje, me spinaqja, me perime të ngrira, do me thënë të ndryshme, mix. Kemi kërpudha që mund të bëni akoma edhe me kërpudha. Këtu është mix perimesh, këtu është patlıcan, këtu kemi dhe karota, që mund të bëni edhe me këtë lloj, do me thënë mix perimesh, edhe me kërpudha. Do me thënë, e njëjta sufle mund të bëhet me disa variante. Mendova unë që ta bëja me spinaq, por nga që më pëlqyen këto mix perimesh, edhe përveç se mund ta bëni sufle, mund të bëjnë edhe një supë Anvisa. Shumë mirë, janë kështu, kemi gjetur një zgjidhje. Ja anashkalova spinaqin se kam menduar që kam bërë me spinaq, edhe mos duket sikur përsërisim veten dhe të japim dhe një alternativë të re. Edhe mendova që ta bëj me këtë mix perimesh dhe më pëlqeu faktikisht sepse këtu kemi më shumë gjëra brenda dhe shikoni domethënë se sa paketim të mirë, domethënë unë jam pro këtyre perimeve të ngrira, që është e vërteta, nuk kanë asnjë lloj problemi. Dhe kjo varet nga kompania që i prodhon këto gjëra. Dhe në momentin që janë kompani të cilat janë serioze dhe bëjnë domethënë atë paket, si thua, produktin e përpunojnë sakt, atëherë dhe perimet nuk kanë asnjë gjë, madje të gjitha vlerat njësoj si të jenë të freskëta. Nuk harxoj shumë kohë, do filloj recetën dhe pastaj më mbrapa do t'tregojmë dhe çfarë do të përgatisim tjetër që ta vëmë përpara këtë gatim. Që do të thotë, këtu kam fileto pule të cilën e kam të prerë në kubik të vegjël dhe ta shikoni juve se sa në kubik të vegjël është, hedhim vaj. Duhet ta shtojmë në tigan dhe ta shohim. Të shtojmë edhe fileto. 2 fileto janë të mjaftueshme. Me thënë e kavërdisim lehtë, më mbrapa shtojmë edhe qepën dhe do t'tregojmë më mbrapa se çfarë do të bëjmë tjetër. Përveç se qepës do të kemi dhe perimet, do të bëjmë, si thua, shumë gjysmën e pakos do të hedh për këtë pjesë e kam sot. Është goxha. Edhe mund tjetër mund ta bëjmë edhe një supë. Më mbrapa do të shtojmë edhe qepën dhe këtu do ta bëjmë me një beshamel. Një beshamel që do ta bëjmë me qumësht, me vezë, me miell, me gjalp, armoskati edhe djathtë kaçkavall. Pra këto janë përbërësit për përgatitur beshamelin. Sigurisht që kemi bërë her pas here beshamel me kos, her beshamel që kemi bërë me nisesht. Kemi sjellë variante të ndryshme në fakt. Ndërsa sot mendoj që ta bëjmë me miell dhe do ju tregoj pastaj mënyrën se si përgatitet me miell. Ndërkohë, shkurtimisht unë po kujtoj pak se ku duhet të bëni ju pazar nëse do të gatuani recetat që ne po përgatisim sot. Nisëm me perimet e ngrira në fakt, duke qenë se kanë një hapësirë më vete në dyqanet në Ramti dhe aty i gjeni si të miksuara, ashtu sikurse ne kemi zgjedhur këtë paketimin prej 1 kilogram sot për ta kthyer në sufle dhe gjysmën tjetër mund bëjmë një supë apo diçka tjetër, por i keni edhe përveç mikse, edhe veç e veç, të tipit kërpudhe për shembull, apo karotat kemi këtu, ja po ja u tregoj. Patlıcanin, e kemi dhe patlıcanin. Kaq kemi marrë ne këtu në studio, sepse tek në Ramti keni bizelet, keni brokoli lakër, kemi marrë herë tjetër, spinaqi po dhe shumë variante të tjera të zarzavateve të ngrira, që siç thamë në fillim, ruajnë të gjitha vlerat ushqimore dhe janë një alternativë shumë e mirë për të gatuar, kur së pari nuk kemi një pjesë të mirë të zarzavateve që të jenë të stinës, pra ashtu të ruajtura të ngrira i kemi gjatë gjithë vitit për t'i përdorur dhe sigurisht që na japin zgjidhje atyre vakteve ku nuk kemi bërë pazar dhe nuk dim se çfarë të gatuajmë. Të ruajtura në frigorifer e hapim dhe menjëherë mendojmë se çfarë do të ndërtojmë në atë recetë. Sigurisht që nisa me perimet e ngrira, por tek në Ranzi ju gjeni gjithçka që tek ato detajet e vogla të gatimit, kripa apo piperi i zi që janë pjesë të çdo recete dhe çdo produkt tjetër që shtëpisë suaj i duhet. Madje dhe produkte ushqimore të vështira për të gjetur në tregun shqiptar vinë ekskluzivisht nga kompania Neranzi, e cila vazhdon të jetë gjithmonë një hap përpara. Dhe filetot filluan të marrin ngjyrë. Sa Anila ju dha një informacion të shkurtër, unë këtu kam vendosur edhe qepën, më mbrapa, pastaj kemi hedhur qep hudhër, një thelpi hudhër të grirë hor, por ju të dashur Anvisa mund të përdorni edhe këtë lloj hudhre, marr edhe piperin se më duhet tani. Pra mund të përdorni dhe hudhër pluhur dhe e merrni dhe e keni në shtëpinë tuaj, domethënë për
shumë recetat. Unë për moment i kam hedhur një thelpi hudhër të cilin e kam të grirë hollë, kështu që do të shtoj tani edhe piper, ndërkohë Anila të lutem edhe atë kripën. Kam pas kripë këtu, po hajtë marrë nga jo. Ndërkohë që kam një mix pipernash. Po ta vendosë këtu, vetëm me kujdes se mos e padashe. Ja dhe krip. Okej. Faleminderit Anila. Të lutem. I përzijem tani, shumë shpejt kjo bëhet gati. Do kaloj duke shtuar edhe perimet. Anila, lutem... Më thuaj, gëshërët. E gjeta, faleminderit. Të shtojmë edhe perimet brenda, domethënë, kështu si që janë të ngrira. Dhe do t'i heqim, do t'i lëmë më njarë, sa ne të kryem, domethënë, edhe beshamelin. Shumë thjesht për të përgatitur. Mjafton që kemi këto perimet, edhe që shikoni pak sa të mire sa cilësore janë, sa të përzjedhura janë me kujdes, dhe forma e tyre e prerë perfekte, që dhe pjatë si e bukurite ju kushten kohë. Është mënyra më e mirë për të konsumuar edhe fëmijët të perime. Se është mix perimesh, edhe kështu që duke hedhur edhe pjesën e fileto së pulës brenda, patate që janë të pëlqyera domethënë nga fëmijët, kemi karotën, kemi kështu bishtaja, ndërkohë duhet të ketë të brenda edhe pak brokoli, me sa e shikoj. Pra domethënë kemi një mix perimesh, të cilat janë shumë të mira për të përgatitur këtë lloj recetë. Unë do ta heq këtu më nja se nuk ka nevojë, domethënë thjesht një përzierje do ta bëjmë mbrapa dhe do të fillojmë me një herë për të përgatitur këtë beshamelin. Dhe për të përgatitur beshamelin, unë do të përdor përveç se gjalpit që kemi një gjalp të freskët, do të përdor këtë gjalpin që është bimor. Gjalp bimor. Të lutem Anila një lug. Lug doje? Po. Do të hedh 2 lug gjalp dhe do të shtoj edhe 2 lug miell. Lug miell. Ndërkohë, pasi të fillojmë të përgatisim edhe beshamelin, ta shohim pak mënyrën se si Katerina do ta sjell sot, do të shohim recetat, kështu që qëndrojmë edhe pak në pritje për t'i lexuar të gjithë përbërësit që do të na duhen. Sigurisht që kjo është një recetë e realizuar në pak minuta, ato recetat që i kemi pak me qef që është vërteta në shtëpi, sepse nuk na duan shumë impenjim dhe kohë në kuzhinë, sepse sot koha është goxha e kufizuar, kryesisht për zonjat që janë edhe në punë, edhe duhet përgatisin diçka kur kthehen, ose një që i lini gjysmë gati që në mbrëmje, që dreka të gjejë një vakt të ngrohtë në shtëpi. Kështu që pak minuta me perimet të grira, që i kemi të gjitha së bashku në një paketim edhe na kursejnë edhe pazarin në këtë rast, me një beshamel të bërë thjesht dhe shpejt dhe me një kapardisje të filetos të pulës që përsëri bën pjesë tek mishi që gatuhet shumë thjesht. Më pas kjo recetë do të kaloj në furr apo jo, Kat? Po, patjetër që do ta kemi gati. Thjesht neve tani, është ajo, si thuash, mënyra klasike e përgatitjes së beshamelit, qoftë me, si thuash, me këtë yndyrën bimore, qoftë edhe me gjalp të freskët, është masa e barabartë e miellit edhe e gjalpit. Gjithashtu do të shtojmë për këto masat, nëse do të kemi 4 lug miell, 4 lug gjalp, do të shtoni 1 litër qumësht. Unë hodha gjysmën, sepse gjysmën bëra dhe të perimeve dhe ena ime është më, do me thënë tava ime është më e vogël, kështu që kam bërë gjysmën e sasisë së masave që unë ju kam thënë, do me thënë tek receta. Tani është momenti që do të shtojmë qumësht. Juve në shtëpi mirë është që ta keni të ngrohur qumështin për ta realizuar më mirë pjesën e recetës, por edhe kështu është prapë një, si thua, realizim përsëri i suksesshëm, jo, është më mirë, sepse fillon me njëra të vlimin. Okej, na kurse kohën e trazimit po thua në këtë. Edhe tjetra, nëse doni pastaj të dashur anvisa, mund të aromatizoni qumshin duke vendosur gjysmë qepe dhe aty tek qepa keni shtuar karafila. Lule karafili, të ngjiturat e qepa që sa të marrë atë vlimin dhe e heqim nga qumshi. Për të marrë një tjetër shije qumshi, edhe atë aromën e qepës dhe të karafilit.
Dhe është një lloj tjetër teknike ajo, do ta shikojmë tani nëse. Kjo zëvendëson arën muskat në aromë apo nuk ka lidhje? Jo, arën muskati do ta shtojmë më mbrapa. Patjetër që do ta shtojmë. Mos është një alternativë për të zëvendësuar muskatin. Do shtojmë arën e muskatit, do shtojmë edhe një të verdhë veze, do të shtojmë edhe djath kaçkavall. Ky lloj bechameli mund përdoret, besoj, për shumë receta, apo jo, për shumë mbulime të tavave të ndryshme. Për të gjitha llojet e recetave, qoftë sufle, qoftë edhe këto që janë pasticot, që janë këto musakat të ndryshme që mund të bëjmë. Pra bechameli, ky është lloji i bechamelit klasik. Mund ta bëni bechamel i cili është, si thuash, në trajt kreme, dhe në bechamel që është pak më i plot, që bëhet ajo shtresa dhe ndahet shtresa. Kjo varet, domethënë sipas dëshirës tuaj. Unë për këtë lloj sufle do ta bëj edhe prandaj dhe quhet kështu, sepse duhet që bechameli të hyjë, të depërtoj brenda tek pjesa e produkteve që neve kemi bërë tavën dhe këtu për vetë faktit të perimeve, me qëllim që të lidhet bechameli bashkë me këto perime dhe të krijojë një trajt tjetër. Nuk është ai bechameli që thash që të jetë i plot dhe të bëj shtresën e fundit të bechamelit. E shikojmë tani për momentin se sa duhet. Shumë e heqin nga pjesa e zjarit e vatrës kur erdhim të vezën, po nuk ka problem, në momentin një të verdhë vezën nuk e hedh të bardhën. Të bardhën mund të ashtoni brenda këtu tek pjesa e mbushjes, nuk ka problem. Kështu që unë hedh edhe vezën. Është e trazoj tani. Ndërkohë shtoj edhe gjysmën e sasisë së djathit. E trazojmë dhe bechamelin e kemi gati. Shumë mirë. E largojmë nga temperatura e sobës. Që ne duhet të bënim. Të pengoja, të ndimoj. Faleminderit Anila, po ja tani e çova aty që mos ta kisha. Tiganin në... Jo, nuk ka nevojë, nuk ka nevojë tani ajo që në furrë. Arë moskati Anila, të lutem, këtu ke bechameli. Faleminderit. Tani neve këto, siç i kemi. Në momentin që qëndruan, ato edhe u shkrin, domethënë. Edhe ngelen kështu të freskëta, prandaj nuk i heqim, si të thuash, nga frigoriferi, nga ngrirja dhe t'i kalojmë lartë në frigorifer, nuk ka nevojë që të shkrin, i duam si që janë kështu, po. Ka ish mjafton apo e do më më shumë? Jo, mjafton, për masën që kemi mjaftushëm. Atëre, kemi tavën këtu, hedhim pjesën e partë të perimeve për para. E hapim këtu. Këndshme duket edhe në pamje, sepse ka ngjyrat. Shumë thjesht për të përgatitur kjo recetë, ndërkohë që ta trazojmë çika. Po, se kemi arën muskatit. Kemi hedhur arën muskatit. Dhe e shikoj që më bë pak më i plot sa unë e doja. Dhe këtë zgjidhje ne e bëjmë duke shtuar pak qumësht. Se është ajo që ju thash pak më përpara, që unë nuk e dua të plot pjesën e bechamelit, e dua pak më të hollë, si një trajt kreme, muhalebije që bënim dikur, nënat, po jo se bëjnë edhe sot, mund të përgatisin fëmijëve. E tani e kemi gati dhe e hedhim, pra bëjmë këtë shtresën e sipërme. Dhe me qenë se bechameli është kështu në trajt kremoze, ai do të hyjë brenda në brendësi. Ajo që ngelet. E bëjmë një shpërndarje. Furrën e Që kemi të të jetë ndezur. në mënyrë të njëtrajtshme në gjithë pjesën e tavës. Bëhet shumë e mirë, shumë e shijshme si recetë dhe sigurisht që është shumë e shpejtë për tu përgatitur. Tani këtë djathin e hedhim sipër. Sikur dhe pak djath që të hidhni bën atë ndryshimin. Gjithashtu, tani sipas dëshirës mund të shtoni pak gjalp ose mund të shtoni akoma dhe pak vaj ulliri. Edhe kemi gati për të vendosur në furrë. Shumë e këndshme duket tava. Kjo ishte Mendoj që do të jetë një pjatë receta shumë e shijshme kjo. që ne menduam për sot, shumë e shijshme, shumë e ushqyeshme edhe për fëmijë. Edhe për fëmijë. Jo për ne të riturit të jo, por sigurisht për fëmijë që thamë që ata janë një çik delikat në mënyrën e të ushqyerit. Dhe kjo lloj recetë është jashtëzakonisht e mirë për fëmijë. Sa do qëndroj në furrë? 25 minuta është mjaftueshëm, sepse edhe perimet kur janë të ngrira nuk e duan atë kohën e gjatë. Mirë, e shohim tani recetën, të cilën ende nuk e kemi lexuar. Tham që mund të zgjidhni ta bëni me spinaq, mund të zgjidhni ta bëni me miks perimesh. Kjo mbetet në dëshirën tuaj, kështu që atë spinaq
spinaqin, mund ta zëvendësoni qoftë me spinaq të ngrirë, qoftë me perime të ngrira, mikse siç ne bëm sot. Për te zgjedhjes suaj, pra, më tej receta ka këto përbërës: 2 fileto pule, 1 qep, 1 thelpi hudhër, 1 lugë mix erzash, ndërsa beshameli bëhet me 1 litër qumësht, 100 gram gjalp, 100 gram miell, 1 të verdh veze, 50 gram djath kaçkavall dhe arr moskat. Çfarë do të përgatisim tjetër sot? Le të lexojmë, meqense se jemi tek recetat, edhe recetën e dytë dhe përbërësit e saj, fasule jarni me copëza mishi të ajkosura. Kështu na e ka quajtur Katerina jon sot recetën e dytë dhe na duhen 500 gram fasule, 30 gram mish në kubik të vegjël, na duhet 1 kokër qep, 1 thelpi hudhër, 1 spec të kuq, 3 lugë gjalp, 1 lugë salcë, 1 lugë piper speci, 1 spec djegës, krip edhe piper. Kjo është receta që ne do të sjellim tek ju. Menjëherë sapo Katit na shpjegoi se çfarë ka bërë gjysmë gati dhe unë shoh që janë fasulet që e kanë marrë një val, një zjerje apo jo. Dhe janë zirë, po thuajse duan në thënë kohën akoma e zgjatjes së zirës, një 30 me 20 minuta faktikisht, jo se nuk është, fasulja është zirë, do me thënë 70%. Dhe duhet e 30% e kohës së zirjes që do t'jetë bashkë me produktet e tjera. Prandaj dhe mishin e kemi në copëza të vogla, me qëllim që të hari kohën e zirjes. E kuptoj. Fasulet ashtu si që themi gjithmonë, i vendosim, unë për të paktën i vendos që në darkë në ujë të bollshëm me 1 majë skrip, dhe këte e bëj me qëllim që ato të mos më prishen, do me thënë kjo gjatë zjerjes, të zjen, të marrin një shije në brëndësi, edhe të nëngelen kështu. Ndërkohë pasaj, pasi në mëngjes, e hedhim ujin poshtë, i shpërlajmë përsëri, vendosim në ujë me 3 gishta lartë, do me thënë nga masa e fasuleve, dhe i bëjmë në zjarë të avashëm, që ato të zjen dhe të ngelen me lëngjet e veta, kështu si që kemi neve tani për momentin. Dhe ndërkohë që filloni dhe i vendosni për të zirë, pastrojnë atë pjesën e shkumës lartë që kryojnë fasule, duhet ta heqim, sepse ajo është që na ndikon edhe në fryrjen e stomakut tonë. Dhe na e sjell pak si të rëndë pastaj fasule. Ose do t'i lëni që në darkë në zjarë, më falni, se në mëngjes në gjeni asgjë, është dukur. I bëni në vorbë, në darkë i bëni në vorbë. I bëni në darkë, i bëni në vorbë në natë dhe i zjeni për të natë në zjarë të avashëm, aty te oxhaku dhe bëheshim sa të ajkosura. Ato ishin fasulet e ajkosura, por neve prap do japim atë mendimin e kushteve që kemi tani, sepse iku ajo koha e oxhaku, donin soba, sobë druri në fillim, tani soba elektrike. Po këthen, pra Kati janë këthyrë, po janë këthyrë për dekor tani, për zbukurim. Bravo, dhe pse i kemi nuk i përdorim, kështu që janë thjesht dekor. E rëndësishme është që nuk përsëriten ma ato shjete nënave të gjysheve tona. Dhe që të afrojmë deri diku, mendoj, do me thënë që këtë recet u asil në këtë mënyrë që u mendoj se do të bëjë shumë e mirë dhe e shishme. Ndërkohë që fillimisht do të hedhim gjalpin brënda për të ashtu dhe do t'i bëj me gjalp këto fasule sot dhe nuk do t'i bëj me vaj. Vaj mund t'i servini në fund fare nga një lugë vaj, nëse doni, do me thënë për t'i dhënë një ekstra shije. Dua që vajin e ullirit ta kem në momentin e fundit. Fillimisht do t'filloj do shtoj këtu këto mishi që zjedhim, mund të jetë çfarë do, apo duhet mishi viçi? Mish viçi? Po. Okej. Ndërkohë që të marim atë tjetërin në një lakjët ashtu. Po, unë dhe unë këtë the marim me hapëm që e hapëm, ndërkohë që kemi të bëjmë edhe me një mund ta bëjmë me të dy, me një produkt vegetal. Si jemi ne me kohën, se kam përshtypjen do na mbes në mes kjo receta, do me thënë shpjegimi i saj, sepse duhet jemi, besoj, në 3 minuta. 3 minuta kohë. Gjalpin. Goxha gjalpë. Po, shiko tani, një tenxhere fasule nuk do hedhim pak. Do i japim shije, do i bëjmë të ajkosura, thamë. Edhe mishi të ka vërdiset edhe të situatë shijoj atë shijen e mirë. Sa po filloj të skuqet, do të shkëputet edhe nga tenxherja. Të përthajnë këto lëngje e mishi, të thekërohet mishi, ja tani me njëherë, dhe sigurisht që në fund të tenxheres, kur thekërohet, a i lëshon proteinën. Ja, kjo këtu që bëhet, dhe në momentin që neve do shtojmë qepën, kjo do iki, do me thënë do e lëshoj qepa. Prandaj fillojmë fillimisht me pjesën e mishit,
të nxjerr ato lëngjet ekstraktive që përmban mishi, edhe të nxjerr atë shijen e mirë. Pasi ka vërdiset, do të shtojmë këtu kam qep të cilën e kam të grirë hollë, kam spec gogozhare të cilën dhe këtë e kam të prerë në kubik të vegjël, nuk dua që tjetë. Mundet ta vëni këtë specin edhe te pjesa e fasuleve gjatë zjerjes. Por, mendova do me thënë ta sjell në këtë mënyrë se dua që të ta shikoj dhe atë pjesën e specit aq pak se duhet, sepse e kam prerë në kubik të vegjël. Ju nëse nuk e merrni mundimin që ta prisni në kubik të vegjël, mund ta hidhni këtu brenda ta zjeni edhe ta ktheni në një trajt pureje në momentin që do ta hidhni pastaj te fasulet. Por ne kam zgjedhur në këtë mënyrë. Përveç se kësaj kam një lugë salcë domateje, ndërkohë këtu kam piper, domethënë farza piperi djegës. Kjo s'më duhet tani laktu, dhe kam edhe këtë piperin e kuq. Po ky miksi? Sipas dëshirës, po miksin po do të më duhet. Sipas dëshirës mund të shtoni dhe pak hudhër. Dhe i bëjmë të gjitha këto neve me radhë, tani mishi jo, sa diskutuam dhe folëm, mishi është bërë gati që do të fillojmë tani të shtojmë edhe pjesën e qepës. Do të shtoj edhe pjesën e këtyre specit të kuq. Të zbuten. Të na lëshojmë pak shije dhe të na lëshojmë pak shije dhe të na zbuten. Ndërkohë që ne presim të na lëshojmë shije. Edhe të na zbuten, a ndjekim lajmet? Le të ndjekim lajmet e unë do t'i presa në visat këtu, sepse dua të tregoj hap pas hapi mënyrën se si do të bëhen këto pasuri. Kështu që ne ju presim këtu. Të gjithë së bashku le të ndajmë edhe fleshin informativ të orës 9:30 dhe kthehemi në kuzhinë. Me aromë të mirë, me shije, me ide në gatim, jemi kthyer në transmetim të drejt për drejt në këndin e gatimit të Villa 24. Është ajo me dy luk kos, dy luk grosh, si është ajo? Ne s'kemi dy luk grosh, ne kemi shumë. E haj me, luk e haj me... Kati është virale, kështu si natyrë. Nuk është qenë do njëherë, do me thënë edhe ishte gjë e lezetshme kjo. Po që mua po më pëlqen kjo dhe kështu si që është pa i shtuar asgjë. Dhe me thënë, deri këtu mund ta përdorim për një gjë tjetër? Si një lloj tasje babi, më i paka shumë. Po pra po mendoja këtu edhe një patate të zjerë brenda, ose me patate të skuqura jashton sipër, po edhe për makarona. Me makarona. Dhe me thënë, ka ca alternativa, ca ide që mund t'i përdorni edhe për pjatat të tjera, si që është përgatitja e mishit që bëm tani. Tani që ta bëjmë akoma dhe ta plotësojmë akoma më tepër salcën, neve kemi hedhur 3 lugë gjalp. Kemi hedhur 3 lugë gjalp, 300 gram mish të grinë në copza të vogla, siç e pat që të arrijë dhe kohën që të zihet shpejt. Kemi shtuar më mbrapa qep, kemi shtuar edhe spec të kuq, të cilin dhe këtë e kisha prerë në kubik të vegjël. Është momenti tani se ju prita, do të shtoj këtë salcën, një lugë salcë, ndërkohë që ajo është bërë gati Anila. Atë po shija, se nuk e di pse më erdhi në mendje që kemi lënë diçka në furrë dhe për pak mendova se mund na ishte djegur, po jo. Punën e salcës, unë jam me këtë mendimi që dua që salcën ta ka vërdis, edhe pastaj domethënë të shtojmë ato produktet e tjera. Ja, me njëherë hodhëm salcën, tani gjithmonë kam filluar të kohët e fundit dhe sikur më ka dhënë rezultat, si e thonë, duke u rritur, duke mësuar, gjithmonë mësojmë, edhe ne pse jemi të kësaj fushë, gjithmonë dalin gjëra të reja, dalin mendime të reja, rezultate të reja. Kam mësuar që t'i bëj, domethënë, një kombinim një mirë i salcës dhe i piperit. Dua gjithmonë, domethënë, që të kem edhe njërën edhe tjetrën, pak nga njëra, pak nga tjetra, tjetër shihet, tjetër ngjyrë, edhe si thua, na jep një tjetër kënaqësi në gatimin tonë. Hodhëm neve më përpara edhe piper, tani unë këtu, dalet ma një lukë tjetër se e kam të lagur nga pjesa e salcës, edhe një maj, nuk është se do hedhim shumë, një maj, një lukë të kafes të mund. Është mjaftueshëm thjesht, edhe për ngjyrë, edhe për shije, një tjetër shije je. Tu kam edhe një mix, si thuash, erzash, që ç'është e vërteta mua më pëlqen për t'i hedhur. Ndërkohë jam kujdesur që të vendos edhe pjesën e kësaj, me ujë, të ta kem të nxehtë, nëse kam nevojë domethënë që të shtojmë tek pjesa e kësaj. Tani fasulet, të cilat i kemi të ziera më përpara dhe siç e shikoni e kam në mas këto lëngjet, nuk është se kam shumë lëngje, i hedhim këtu brenda, por i kthejmë domethënë, ose kthejmë këto këtu, ose këtu, që të bëhet kjo gjë.
Dhe kjo e bën që të na ajkosen. Si kur i shkatron pak fasulet, e ja tani nuk dua që të kem atë temperaturën e lartë të të sobës, dua të filloj të ullë temperaturën e sobës, edhe të më ngelen kështu me këtë ngjyrën e vetë. Tani, si pas dëshirës, nëse doni juve, të shtoni pak lëngje. Nëse doni, do me thënë që të bënë me lëngë, si që i bënim dikur. Nëse doni t'i bëni kështu që t'i shioni pak si më ndryshe, si një lloj, si thuaç, të ngjasojnë si një tavë, ti ndryshe nga ato të supës që i bëjmë, do me thënë se ato janë supë ajo tradicionale që bënim neve, që ka vërdisnin qepën edhe këto, dhe i lënim ashtu që të... Ku kanë shumë lëngë, do me thënë nëse i duam të trasha... Të trasha, duam do me thënë të ngelen me lëngjet e veta kështu. Kjo varet pastaj se si doni juve që t'i konsumoni. Por edhe kështu, me kaq lëngje, është goxha mirë, do me thënë për t'i shijuar. Mua më pëlqen që të hedh gjithmonë, do me thënë, edhe tani është momenti që i hedhim edhe një lugë nga kjo mix erzash. Që i shton shijen, aromën. I jepë shije, aromë. Edhe kripën e nevojshme. Pa tjetër. Tani, në këtë moment, fasulja duhet që të zihet avash me qëllim që lëngjet që kanë dhe ajo salca dhe ajo shije mishit, shija e mix erzave që neve kemi hedhur, të hyjnë në brendësi të fasules, edhe lëngu pastaj të ngelet kështu dhe të ngelet i ajkosur, shumë ngelen të ajkosura fasulet. Jo shto ujë, shtero fasulet e shto ujë prapë, ashtu humbasim gjithë edhe vlerat, por edhe shijen e fasules. Është momenti që unë do të ambuloj me kapak, por ama do të ullë edhe temperaturën. Tani thash për pjesën e ujit, nëse doni, do të ashtoni në momentin e parë të pjesa e mishit, të valoj, të marri val, dhe pasaj të shtoni fasulet, ashtu si që unë i kisha, do me thonë të plota. Unë mendova që të lë me pak lëngje, me kaq lëngje. Juve në shtëpi, nëse doni, mund të shtoni më tepër lëngje. Të fik të pjesën këtu unë tani. Të nxjerrim atë nga fura, Anila, se e ndjej që është bërë. Kemi përgatitur një tavë me perime, me beshamel, me erza, me fileto pule, e kemi gatuar në pjesën e parë, një recet që nuk do më shumë se 10 minuta në total për të përgatitur, dhe pastaj pjesa tjetër përfundon në furrë. Pamjen e ka që të fton të provosh e të konsumosh, recetën do të rishfaqim në ekran pas pak për të parë se çfarë kemi zgjedhur ne për të sjellë këtë tavë të shijshme. Ma ditë të them që edhe pamjen, por sigurisht u garantoj që edhe aroman, edhe shijen, e keni do me thënë shumë të mirë. Neve kemi menduam që ta bëni me spinaq, por unë nga që pash këtë gamën e këtyre perimeve, mendova që ta sjell pak si më ndryshe. Do me thënë, duke i dhënë më shumë prioritet fëmijëve. Dhe shumë mirë bëre. Sepse ata atë që thash që në këtë mënyrë fëmijëve do të pëlqejë shumë, se do të gjenë edhe atë fileton e pulës, se do thonë që çfarë kemi për drek, kemi fileto pule me patate. Por të njëjtën recet mund ta bëni edhe siç e keni të shkruar, pra edhe vetëm me spinaq. Edhe ajo është shije shumë e mirë. Është e njëjta procedurë, domethënë. Në vend të këtyre mix perimeve do të hidhni spinaqin, atë spinaqin e ngrirë, që dhe atë e gjeni te kompania Neranzi. Kështu që ose njërën, ose tjetërën, ose një mix edhe nga këto të tjera që kemi këtu me kërpudha dhe me këto gjëra, pra aty gjeni si tuash perime të ndryshme, të cilat juve i keni në frigoriferin tuaj dhe nga një moment të tjetrin mund të jeni gati për të bërë gatime të shpejta dhe të shijshme. E vërtet, e vërtet. Çfarë do të bëjmë ne? E di që do të bëj unë tja, do të bëj një... Çfarë më bësh mua? Do të bëj një lëngë. Ti ke pirë kafe, por shumë e kakao do të bëhet një diçka tjetër. O, sa mirë, diçka e ngrohtë shijon tani në fakt në shtëpi, në këtë orën e paradites. Do të hedh sip dhe lëngun e portokallit. Do të hedh mjalt, do të hedh vanile, do të hedh kakao dhe pak niseshte. Të gjitha bashkë do të bëj si thuash një far lëngun, do me thënë diçka e shijshme. Si mund ta themi, rofim lëng. Një pije. Unë nuk ja vë do të emrin, po kur ta provoj do t'i vendos një emër. Atëherë, që ta provosh, ti shiko si do t'apim ne tani. Do hedhim, do të marr nga uji këtu, uji jot, do hedh këtu ujë, do të hedh një lugë niseshte, sepse bëhet si kremoze. E lidh niseshtje. Kjo të shkrihet, kjo e para. Ke parasysh si bëhet salepi? Gje e plot kështu?
Po, kështu e trash. Diçka e trash. Edhe kjo, po nuk do ta bëj kaq shumë të trashëm, ta jetë pak më kështu, domethënë që të Ja, do ta shohim. Ti vetëm s'kesh atë filxhanin e 24-s këtu afër. E ashtu që unë ta ke mundësi domethënë pastaj të edhe filxhanin, po pres tani. Pritani ti, unë të do nxjerr këtë cipën e portokallit përpara. Edhe mos e ke merak se e kam larë mirë këtë portokallin. Më kati të duat e ndezur të kjo? Po di se. Ja, po. Për këtë të kam ti se e provova dhe nuk u ndez. Prit, e pas ka diçka do jetë lagur. Kështu që e lash për ti. Edhe ta lëm dhe në fund fare që ta shoh. Tani, futem një sik nga ato anilla që të shtridh. Edhe e shoh që ka marrë si tepër vala. Ta ul këtë? Po, ule lërët e treshi. Faleminderit. Salutam. E lash të treshi. Ne nuk jemi asaj zakoni tanila që duhet të ulim thikën edhe mos ta nga po, se ka ta supersticione unë nuk jam e këtyre. Nuk ishte mirë në fakt, duhet dhënë shumë e bisht, po e kisha mendjen te soba. S'ka gjë. Jo, dhe unë nuk e kam problem se thonë që duhet ta lësh. Pastaj nëse duket se duhet ta bësh kështu 3 herë. Mirë tani. I kemi harruar këtë sjelljet në fakt. Unë nuk jam e këtyre gjërave, nuk besoj shumë në këto gjëra. Jo, as unë jo. Hedhim këtë lëngun e portokallit. Cipën e mbajt atje se do ta hedh në momentin e fundit. Edhe do të shtojmë edhe kakao. Mjaltin edhe cipën do ta hedhim në momentin e fundit. Do me thënë, ujë nisesht e lëng portokalli, deri tani. Po. Okej. Po, kishte goxha lëng portokalli. Po pra. Tani, vaniljen le ta hedhim, faktikisht që mos t'i lëm të gjitha, se që do mbajmë. Për në fund. Në fillim s'kemi asgjë. Ashtu, do harrojmë pastaj edhe nuk do t'i hedhim. T'i hedhim dhe kakaon tani. Pret, tani t'i hedhim dhe kakao dhe do të bëjmë një lëngë që do më thuash nëse do të pëlqej. Ja, do t'a provoj. Edhe se ju ta bëjnë ato në shtëpiat e tyre, sepse vërtet është një lëngë që bëhet shumë i shishëm, por dhe mbi të gjitha ka edhe vlera ushqimore. E të hedhim edhe kakao. 2 luk hodhem? Po. 2 luk. 2 luk të e sistemon të Janila, faleminderit. Përse ti hedh pak më tepër ujë se kam... Unë kakao në kam shumë shef. Edhe kështu thjesht kakao. Por më tepër që kjo kakao që gjeni tek Naranxi, ju siguroj që është cilësia më e mirë e kakaos që keni provuar ndonjëherë. Do ta bëni diferencën. E trazoj. Merrni një pako dhe e provojeni dhe kuptoni aromën, shijen, se sa ndryshe është. Shiko tani, për në dimër, ka mënyra të ndryshme, do me thënë, për të përgatitur çajra të ndryshme, me këto erza, kombinime të mira. Her pas here do sjellim në studio, ndoshta të marrim në një xhezve tjetër që të jetë më praktike për të thella, jo? E trazojmë sa ajo që të filloj të marrë atë vlimin, e heqim, shtojmë mjaltin, kanellën, cipën e portokallit dhe servirim anilës. Dhe Anila pastaj në fund do na thotë a u bëhe mirë. Këtë nuk e kishim në plan sot. Nuk e kishim, por me s'ka rëndësi. Nuk e kishim. Filloj të trashe? Ja, filloj dhe pak do. A hedhim një sy ande nga fasulet? Po. Hiqja atë kapakun që u bën ato. Janë ajkosur. A tham do t'i bëjmë të ajkosura. Shikoni, ka filluar të lëshojnë këto bulzat kështu. Të mira më duken. Nuk po dua ti plazoj. Mos kishin nevojë për më tepër lëngje, Anila? Jo, mendoj se janë siç ti i doje, thej që nuk i dua me lëngje, po i dua si ato fasulet që bëhen në tavë. Gjithsesi, jo, mirë janë, veç se prapë dua dhe pak më tepër të ulet temperatura. Ta ulim prapë. Duhet, domethënë ato të zjen. Po e lë të njëshi pra. Të zjen në vetveten e tyre, domethënë, sepse momenti i fundit është ai që thash pak më përpara që dua që ato lëngjet e shishme që nxori mishi e kjo salca që ne përgatitëm, të hynë në brendësi të fasuleve dhe të shijohen fasulet. Prandaj ngelet ai si thua procesi i fundit,
që të qëndrojnë në temperaturë të ullët, sa më të ullët jetë, të zjenë avash sa ato që të thithe në bërëndësit e të ngelen me lëngjet e veta. Atëherë dhe gjella bëhet shumë e mirë edhe thua që ta ndyesh edhe me qap fasullen. Edhe si thot ai që të hedhë 2 lukos, 2 luk grosh, që unë nuk e di faktikisht, po që e kam të gjuar këtë. Edhe një bukë e bërë vedo na shkonte në sot, na shkojmë mendja të bënim një bukë prap. Apo kemi filluar ham shumë bukë këtu. Do bëjmë nesër. Do bëjmë nesër? Do bëjmë nesër bukë, apo ta bëjmë pas nesër më mirë, ta bëjmë të premte. Ne, shtyu. Jo, do ta bëjmë një të premte, ndoshta nesër mund të bëjmë ndonjë bukë gruri, po me miell gruri, por të premten kam menduar që të bëjmë me miell mistri. Okej. Me miell mistri dhe do zënj atë, do me thënë se do të ketë 500 gram miell mistri, 100 gram, po a them dhe recetën që po doni mund t'i bëni gati dhe ta bëjmë bashkë këtej nga studioja. Pra 500 gram miell mistri, 100 gram dua që të jetë miell gruri, edhe për kosë 1 filxhan të çajit hir kosi, ose dhe kos të holluar me ujë. Dhe kaq dhe mund të shtoni një majës, do me thënë maja brenda, nëse nuk e keni të thartë kosin, po e keni të thartë nuk ka problem. Tani brumin me 100 gram miell gruri, edhe atë lëngun hirën e kosit, i përzijeni që në darkë lëni në një vend të ngrohtë që të vi dhe me atë brum pastaj do të zëni bukën e mistrit. Dhe nuk do të hedhim as sodë, as gjë brenda. Bëhet një bukë që të them, bukë mistri tamam, jo bukë mistri me sodë, me kose, me vezë, me këto, se ai bëhet kek pastaj, nuk bëhet bukë mistri. Okej. Ja, i tham sa gjëra për vazhdimin e javës, kështu që nëse ju doni të përgatisni një sojë, prandaj ky është bani në shtëpi këto përbërës që Katerina përmendi dhe të premte në orën 9 do të gatuajmë së bashku. Tani si jemi me kohën neve Anila se me kohën jemi 7 minuta. Na, kemi kohë. A të riun aty, kemi një gjë për të bërë. Do servirja, do me thënë, po më jep ta bëj unë atë. Ajo ka filluar të trashet, nuk di, besoj duhet jetë më trash se aq? Jo. Ja, filloj të marri vlim, letë ta bëj gati edhe ta kesh ta shijosh, që unë të merrem pastaj me servirjen e recetave. Dhe ndërkohë më duhet një luk që të shtoj edhe mjaltin. Ja, vetëm të heq pak të kakaon këtu, se na e shohin zonjat nga shtëpia dhe thonë po mirë, 2 gra ato aty, asnjëra nuk e pa atë kakaon në tryezë. Po, filloj të bëhet tani dhe të... Bobo, ishte për mirë kjo, bobo? Për mirë. Ishte për mirë. Tani një lugë, sepse nuk do që të shumë mjaltin. Që nga shumë e madhe kjo, shife këta? Në rregull është, s'ka gjë. Ja, tani filloj që të marri vlim. Se nuk hodhëm sheqer neve, nuk hodhëm asnjë gjë brenda, tani varet se sa të ëmbël e do t'ja Anila. Unë i dua të ëmblat në pije, por që... Mos duhet të hidhja pak më tepër, tani po... Mendoj se mjafton. S'ka gjë, unë nuk hedh më tepër, shiko si po bëhet, ja. Ja, ky është rezultati. E priti hedhim dhe kanellën. Tani erdhi aroma e kanellës. E mjaltit apo? Mjaltit. Mos marrim lukë të tjera tani? Ja. Mos të hedhe dhe shumë. Te që ajo kishtë ato vrimzat. I ka, po ti gjithmonë i hap kështu. Ja, hap që të ashtu se do servirë si për pastaj, përveç se kësaj që është. Sepse, këj paketimi dhe të gjitha paketimet e në ranzit, kanë menduar për ne në shtëpi që të mos i kemi punët të vështira dhe na vinë në disa variante hapjesh, po ka ti i bje shkurt. Po dhe edhe cipën e portokalli, do mbaj pak që të lënë në momentin e fundit. Edhe tani është bërë gati. Kjo është me imta? Po të lë këtë hapur. Po, sa e mi që bë. U bëj mira? Po, edhe trashësin e ka aq sa duhet, edhe pse e pa me sy, dalë të e këthe këtë na mori. Mos ma të gjithën mua, mbaj dhe për vete. Sa mori këtë vlimin, ja. Po ti zëpi shfare? Po dali e bëj kështu që të duket që që bë. Mirë se bëjmë tjetër pastaj. Po të mbaj unë nuk do duket. Kështu që tani të hedhim edhe pak nga këto. Si portokalli. Dhe ku e ke kanellën? E më thuaj tani, Anila. Unë tani me zërë përpres të provoj, Kati, shtone, kjo shumë e nxehtë. Shiko sa e mirë që të në pamje është shumë e mirë. Po arom? Sa të mirë e ka. E ka shumë të mirë aromën. Sa të mirë e ka. Shumë e nxehtë a provoj. Kuj le atë lugën? Sa pori... Sa shumë e nxehtë a pi kështu. Dhe gjëna Anila, sa herë që kujtoj, do me thënë që më thua, sa e mirë që është. Do një të provone.
Do bëjmë tjetër pastaj. Ja. Ti vëm dhe këto përbërësit që neve përdorëm, që përdorëm tjetër, edhe këtë. E dua më të ëmbël. Është shumë e mirë. Ha? Shumë e mirë është. Ja vlen? Ti ta shikojnë anë visa ta bëjnë, apo e bëm kot? Ja vlen, po. Thuaj të vërtetën. Ja vlen, po e dua më të ëmbël. E do më të ëmbël? Unë pa. Pak më tepër mjaltë. Ku e kemi mjaltë? S'ka që se ashtë i vetun, po hajde me receta se po në Ja presin urdhë. zonja. Fikë sobën dhe aniti se atë... Kjo s'më duhet. Vesh se të lutem të marrë pak të servirin këtu unë edhe vazhdo ti. Po, shumë e mirë. Edhe e di që nuk kuptohet me që është bërë. Dhe më thënë të vinë të gjitha këto aromat me njëra tjetrën. Një miks shiesh. Kjatën e kam në rregull, marrim edhe garuzhen të servirim fasulet. Jemi në minutat e fundit. Që do Sa të shpejt shtot. kaloj ora? Kalon ora në shtëpi. Ja, kështu. Tavën do t'a lëmë këtu ku është? Këti? Apo do t'a hedhim në Ja, pjatë? do shikojmë tani. Le të hedhim fasulet në pjatë. Edhe mira? tash për punën e vajit të ullirit. Edhe ju thash për pjesën e Po, këtyre fasuleve i farzëve. shkon pak... Fara Ajo shija speci pikante. djegës, ose mund të shtoni një spec djegës brenda. Ishte edhe pak. Tani po janë ndjej që janë tamam. Shumë e mirë është. Më pëlqen kjo. Edhe të ngra. Po mirë, mos më kërkosh do ditë, se nuk do të bësh do ditë. Do të kërkoj çdo ditë nga një gjë. Jo këto, se do të në qik trashje. Eja. Tani Të tham për lumshinduar. punën e këtyre fasuleve, nëse doni juve mund të shtoni pak më tepër lëngje dhe t'i bëni do me thënë pak më të lëngshme. Unë i doja do me thënë që t'ishin kështu, t'ishin pak më të plota. Kjo lloj recet kombinon shumë mirë edhe me këtë. Ashtu. Shkojnë njëra me tjetrën. Por jo vetëm, pastaj shiko, 2 ulli, një çik djathë, si thua, pak gjiz, një qep. Do me thënë janë shoqërues shumë të mirë të Ca turshi fasuleve. që Ca jemi turshi, në randje, që më janë falë, ashtë më mira. falë, se Po për punë e mendoja turshile, fasule, do me thënë është gjëja më e Ka mirë ca për të speca të shoqëruar. kuqe aty të në rancë kokozhare që janë kështu të pjekura Kokozhare, në panxhar, që janë të aromatizuara shumë të Dhe mira. panxhar kam këtu. Panxhari do i Se kur kam tani shkonte. diku këtu, po s'ka gjë. I dim, këto të fasuleve e kemi tonën I kemi, tradicionale, po. kështu që në një farë mënyrë dim edhe me çfarë Kështu shkon. që mendoj do me thënë është një zgjidhje shumë e mirë do me thënë për të kaluar vaktin e drekës, pse jo është mirë që ti ndrojmë edhe mënyrën e të gatuarit fasuleve, sepse atë mënyrën tradicionale që e bëjmë neve e dim, me thënë dhe e qajmë dhe e kemi të veçanta të fasulen tonë që e bëjmë, fasulja ushtrisë që quhet, por jo vetëm e ushtrisë, fasulja e shtëpisë, e gjithë shtëpive, e gjithë familjeve Fasulja e së shqiptare. hënës ndryshe. Fiks ashtu si që thua, gjitha familjet të hënën e kishin fasulje. Edhe vazhdojnë një pjesë e mire e familjeve, respektojnë të Dhe hënën e unë do fasuleve. të thoshja, do me thënë që fasuljet, do me thënë të mos Nuk duhet hiqet të mungoj. njerë në javë nga tryeza familjare, sepse përveç proteinave, vlerave të tyre ushqimore që kanë me shumicë, është ajo që zvendëson mishin dhe është një ushqim shumë i rëndësishëm për organizmin ton. Anila, si jemi në kohë? Nuk e di, kam përshtypjen që jemi në minutën e në fund, s'pas kemi as minutën e fundit se kemi, më i tham të gjitha. Nuk kemi. Përveç se, unë që së kam thënë të lumshinduar dhe faleminderit për recetat që ndave me ne sot, po, më për e mirë që na e tregove pak nga brënda se si është, se ndoshta shumë prej jush nuk ta kam parë që në fillim, por kemi perime atë brënda. E shikon se sa e mirë që bënë. Fantastike është, shumë e mirë është. Edhe pse ngrot ende akoma, se nuk e mban dot atë, por shikoni këtë beshamelin kremin, do me thënë se sa mi lidhet me pjesën e perimeve dhe e bën të veçantë këtë suflen, e bën shumë të shishme dhe shumë të kënaqshme për të gjithë, sidomos për fëmijët. Bëheni, sepse fëmijët tuaj do kënaqen jashtëzakonisht shumë me këtë lloj gatimi. Të lumshinduar. Faleminderit e gati. dashur, Ndajemi kënaqësi edhe që nga ndajmë publiku. patjetër. Që është kënaqësia atë që them gjithmonë. Kënaqësia është e Sy imja. shkëlqejnë dhe komplet. Dhe Kati që më mbush me komplimenta. Faleminderit Kati. Jo, Faleminderit. nuk, Është vërtet nuk- kënaqësi që mëngjeset i ndajmë bashkë, se është shumë e rëndësishme tani së ditën me njerëz pozitiv. Ja. Kemi filluar mendojmë njësoj, e kam thënë. Tani kemi Si duket publicitet. kemi atë, si thua, Kemi marrë nga njëra tjetra. tjetrën, kështu që
Edhe unë të dashur Anvisa ju lë për momenti, sepse me Anilën do takoheni pak më vonë. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur në vazhdim dhe ju pres këtu nesër me receta dhe ide të reja. Patjetër. Mirupafshim, kaloshi sa më mirë dhe ju dua shumë. Reklama kemi tani, ndahemi për pak.